Me një falënderim personal për të ëmën, Edi Rama ka vendosur të ndajë me një pjesë të bashkëpunëtorëve në parti Mother's Day. Në pranitë të nënave të tyre e përkrasë ëmës dhe bashkëshortes, Rama ka pohuar se gjithçka është bërë sot ja dedikon Anetës. Të mundemi çdo ditë që të përpiqemi drejt asaj lartësie, pa ju trembur atij perfeksioni që nënën time e ka bërë që shpesh herë të jetë e ashpër dhe në të gjitha herët të mos harroj se gjithsesi perfeksioni nuk i takon kësaj bote dhe kështu të jetë edhe ndjeshme në atë kulm që mund të jetë vetëm një nënë për të falur gabimet e djalit të saj. Aneta, do kisha shumë dëshirë të vije këtu dhe pa dashur të përfshijim politik, do doja që në këtë ditë kaq të madhe simbolike të ma shkulesh pak vesh. Unë e di gjithkohon që kam qenë një pikë referimi për ty, por e thënë kështu publikisht, më ke emocionuar shumë. Të dua shumë. Por mes batutave dhe falënderimeve nuk kanë munguar dhe lotët, pasi bashkëshortja Linda ka ndarë eksperiencën e saj me nënën, teksa Edi ishte shfaqur në jetën e saj si bashkëshort. Juve të Parti Socialiste këtë bëni, që ta jepni fjalën edhe kur si e përgatitur. Më ka befasuar nëna ime, është hera e parë që e them këtë, sepse në momentin që ka patur një problem për shkak shpifjes, sharjesh, ka patur një thyerje zemre, një trishtim, në asnjë moment unë nuk kam parë tek ime më merakun për veten e saj, apo merakun për motrën time, për vllajën tim, për babain tim. Meraku i saj i parë ka qenë Linda, bëju Edit mbështetje, sepse kjo është më e rëndësishmja për ty sot. Dhe këtë mund ta thot vetëm një nënë. Duke lënë pas politikën, aktiviteti i sotëm ka shërbyer më shumë për ndarje eksperiencash nga Padneli Majko, Eglandina Gjermeni, Sajmir Tahiri, Vasilika Hysi apo Ditmir Bushati në raport me jetën personale, veçanërisht me nënat e tyre. Por për te gjithë kësaj, Rama nuk ka lënë përmes kësaj batuta as faktin e rëndësisë që kanë zgjedhjet dhe mbështetja tek Partia Socialiste. Linda tha që ne të Partisë Socialiste të ftojmë, të japim fjalën pa të lajmëruar dhe të vëmë përpara faktit kryer, po tha dhe një gjë tjetër që nuk e priste këtë emocion që gjeti këtu, dhe në fakt kjo është arsyeja pse të gjithë duhet vinë në Partinë Socialiste, të gjejnë atë që nuk presin për mirë.